Shikues të televizionit të UTA, jemi së bashku me Ditë e Re. Sot kam shumë kënaqësi sepse do të flasim për një histori suksesi, do ta quaja unë, të jesh shqiptari i parë nga Ulqini, i cili lind dhe jeton në Zvicër, por bëhet një dentist shumë i suksesshëm. Është vetëm ai i cili është kënaqësi që unë kam në studio, e kemi marrë kështu vetëm pak çaste para se niset për të kthyer përsëri në Zvicër. Emir Peku, mirëmëngjes, mirë se më vjen në studio. Mirita, faleminderit për ftesë, kënaqësi me qenë këtu. Kënaqësia është e jona. Tani duhet prezantoj pak më shumë për gjithë ulqinakët që na ndjekin. Vjen nga familja Peku me dy prindër, të cilët gjithashtu kanë qenë dentist. Të dy prindrit dentist? Jo, baba jem ka qenë dentist, e ka punu në Zvicër, po e masënej unë ja kam marrë ati punën, e kam gjatu, e kam studiu edhe unë për stomatologjinë. Linde në Zvicër edhe hapat e parë tjetës, se cilin shkollim, edhe filloren, edhe çdo gjë e bërë në Zvicër. A ka qenë zor, a ka qenë vështirë, Emir, për ty? Po, si me thanë, na jena 4 fëmijë, baba ka pas qef edhe me na shkollu, e ka vu atë rëndësien. Unë kam lind me 85 në Zvicër, atë kam shku në shkollë filore, kam qenë ma i vogli pi familjes. E kështu, më ka animu edhe motra edhe vlazën. E kështu, si me thanë, kam kry masënej edhe gjimnazën, atë Zvicër është pak tjetër si atë, lypesh me nej, me fësu, është pak ose është fështirë. Masënej kam hynë studime për stomatologjinë, atë kam ujtë mi kry me sukses, veç nuk kryhet pa punë. E vërtet, por a ka qenë një zgjedhje që ti e ke bërë, apo të ka shtyr pak babaj që të bëhesh stomatolog? A jam bela më ka shty pak baba mu ba stomatolog, veç mu pëlqen puna me njerës, edhe puna me dorë, puna eksakt më pëlqen, edhe kështu me gjanat vogla. Unë me 2008 e kam kry stomatologinë në Universitet në Bern. Masënej kam punu si dentist, si stomatolog, afërsisht 10 vjetë në ordinancë. Të kam punu krejt sena i stomatologjisë. Masënej më ka interesu mu aja kirurgia oral, me hek dhamë, me hek ata teqa, me vu implantata. Aja gja më ka interesu, kam dash mu specializu, në këtë gja kam një interesin dvet. Më të madhe, vetë më shumë. Dvet. Në atë kohë, baba jem ka hynë penzje, unë atë kam një interesin dvet. Bela në fillim më ka shty pak, veç masënej... Rrugës ke fillu me dashtë në rrugën e kam vetë. Të specializosh për, le temi, një shkollë e cila nuk është e lehtë, duhet shumë punë, se the, sa zgjati e gjitha, ka qenë e vështirë ato vite, më trego pak. Po, unë kam pas mundësin mi kry këtë specializimin për kirurgi oral në spital në Lucern, është departement maksilofacial. Atë kam punu 4 vjetë si asistent në spital. Atë i dasht me nej shumë kohë, unë kam pas edhe këtë kujdestari me kry, edhe da më thanë kur është nollë gjishka natën, dhe një aksident, dhe një ndeshje, atë jam dashtu me shku, me shiku. E kështu, pa aja gja ka ngatë afërsisht 4 vjetë, e mas aty në 4 vjetë i dasht, si me thanë, na i thomë kështu me mleth ata operacije, me mleth edhe gjana, i dash edhe me shkru gjana, me publiku gjana, mi mleth ata kriterja se duhet, se masënej me fitu ftesën për mi kry këtë eksamen oral. Dhe më thanë, masënej ka mujtë tesh si mjetë
me shku aty mina provimet. Edhe të diplomosh një farë mënyrë, të jesh, le të themi, me titullin specialist i kirurgjisë orale. Tani një shkollë e cila besoj se do shumë punë, por nga ana tjetër, e mirë kur isha në shkollë, që nga fillorja deri tani, kur e shishin emrin e një shqiptari, si ishte? Aja kena ka qenë pak tjetër si, ose në shkollë fillore, unë s'kam një asku gja. Unë kam pas, jam rrit me Zvicran, baba jem ka qenë dentist, atë në Zvicër, na kena qenë, si me thanë, familje e mirë pritun, edhe respektumun. Edhe, si dhe me thanë, edhe motra edhe vllazni. Aja gja, i kam pas shok të Zvicrane, unë kam shku atë në klub me lujt me tap, edhe sport, atë s'kam një gjana. Aja ka ardhë ma vonë, me luft, me ta problema, masën e kajnë ardhë kush jetë ti, qëfar emrit ish kë, kajnë ardhë paksa ma vonë. Bila në gymnas edhe masën e në studime. Kur rritesh edhe kur fillon do është pak më shumë edhe konkurencë. Po, taman. Sepse se cili profesion ka pak konkurencë. Taman, ashtu ish. Taman, ashtu ish. Kur, se me thanë, me emrin shqiptar ose me emrin tuj, ke pak ma zorë mu konkuru. Veç, kur e din të gjuhën, edhe gjuhën zvicrane, ere kur i ke lidhjet, veç lypesh mu interesu për mi pas ata lidhjet, atë mundesh me arrit në Zvicër. Zvicrant janë fair, veç, se me thanë, kur jetë huj, lypesh me punu pak ma shumë, se te si ke automatisht ata lidhjet. Shumë heri ka në Zvicrant lidhjet pi print, pi gjishkoj tjetrit, atë në Zvicër lypesh paksa mu lidh. Edhe kjo të regon që ke punuar shumë, ke studiuar shumë për të arritur këtë, për të mos u dalluar mes Zvicranëve si shqiptar. Jena integru në Zvicër. Gjuhën shqipe e ke ruajtur shumë mirë. I lindur në Zvicër, i shkolluar në Zvicër, gjithë jetën atje gjuhën shqipe e ke ruajtur shumë mirë. Ka qenë kjo, le të themi, ato çfarë edhe prindrit kanë thënë, apo edhe rrethe e ka? Po, prindrit na kanë fsu shqipen, prindrit veç na kanë dash me na shkollu, pse kja na ka pru për para, si më thanë në Zvicër, edhe na ka pru edhe respekt, edhe integrimin. Mu më pëlqen gjuha shqipe në Zvicër, atë, si më thanë, ku nuk e flet gjuhën për ditë të haren. Kështu, unë kam pas qef edhe më ardhë në verë këto në lëqenë, si fëmija, masne kur kam qenë i ri, i kam shumë kusheri, kena mujtë me dalë në plash, kështu, mu më pëlqen, si më thanë, me ardhë në lëqenë, se ish pak ndërshim kush ka një vend tjetër. Kush ka një vend tjetër jam turist, si separat. Veç kur vinë në lëqen, mund me hy disëse mund me hy një sistem tjetër. Me fol me ata. Tu je në shpi, në plot kuptimin e fjallës. E harej pak sa se Zvicrën. Tani, dua dal pak tek jeta personale e jotja. Kjo gjua shqipe dhe çdo gjë familjes tjetër vjen le të themi edhe familja jote e vogël, që pas pak besoj se me vite do të bëhet edhe më e madhe, është gjithashtu me një bashkëshorte shqiptare, edhe keni së bashku një djalë që unë ju uroj me jetë. Taman, unë jam i martu me Aulonën, na jena njoftu në Zvicër, aja ka origjinën ose preardhjen pi Prizrenit, pi Kosove, jena martu e tesh na ka ardhë sjari para nan muj, jena shumë gzumon, knaqon e tesh. Do të vazhdoni këtë traditën për të mësuar gjuhën shqipe dhe tek djali e mirë? Po, kja kishe me të shenë optimal. Si më thanë, ish një gjuhë se mundet mi fitu djali gratis, kështu papa. Falas. Falas, kja kishe me qenë shumë bukur, e mi folë, kur mundet. Kur kthesh tek profesioni yt si stomatolog, edhe kur sheh këtu të rinjt në Ulqin, sepse
kanë filluar le të themi kafat, mirësisht shumë stomatolog të mirë edhe që studiojnë edhe brenda edhe jashtë. Ku është ndoshta diferenca e punës në Zvicër me asaj se çfarë shehti tek kolegët në Ulqin? Qa shef unë se talenti, edhe njerës, edhe dorën, to e kanë njësej të mirë, ose ma mirë, pse ushtrojnë, bajnë. Nuk ish, si më thanë, diferenca, nuk ish ke dora. Diferenca është ka njerë edhe infrastruktural. Dikoj, unë i shef disa gjana i bajnë mirë, e disa gjana si bajnë si duhet, ose nuk i kanë as materialat, ose dikosh se janë kushtet, që janë më të vogla. Ose dikosh se i kalzen. Këtë shef, pëse në Zvicër të mund është mi parasit në gjanat me njëherë i ke një nesre. Edhe qa shef unë se ka njëherë edhe në Zvicër është këtë tendencë, unë ma studimet kam shku ke një stomatolog me punu. Atë kam nej afërsisht 7 vit. Në Zvicër thojnë me qilë ordinancë, lypesh me pas eksperiencë, edhe ja veç me punu 1 vjet, ose 2 vjet. Me pas eksperiencën me vite. Dikuj me fësu, taman. Atë e shef bela paksa ndëshimin, diferencën. Se pak shto. Ditët në Ulqin, si kalojnë për ty? Bukur, shumë bukur. Ta janë, ish, si më thanë, deti, ish dili, ish edhe haja, gjana se s'mund për ditë mi hangër në Zvicër. Të tradicionale, gatimet e Ulqinit. Taman, ish kësho për shpirt, ish mu knash, si më thanë. Ish edhe, bila edhe qeshuni, se njerës janë ma qeshur, janë ma, po, mu më pëlqen, kështu është për shpirt ish mund këto me marrë energji. Ato studentë të cilat vinë nga Ulqini në Zvicër apo në vende të ngjashme, çfarë do t'ju thojet ti, çfarë duhet dinë ato kur ikin nga një vend si Ulqini për studiuar jashtë? Po. Nga eksperienca dhe nga suksesi yt që ke arritur, çfarë do ju thoje tyre ulqinakëve që ndoshta kanë dëshirë të studiojnë jashtë? Pa, varet që dojnë, nuk është veç studimi, se studimi ti e kryin veç nuk e ke eksperiencën. Masenej është, ku ti mund është me shku me dal jashtë me studiu, mase, se më thamë, nuk e din ala si duhet punën. Unë menej, kush dan me shku jashtë, unë i kuptej ata njerës, se dojnë ma arrit, gjithka me ba, gjithka bila ma të mirë, ma modern, veç masenej, ka njerë i shef unë edhe bila mali, se për Ulqin, se të gërgen prep mu këthy. Nuk ishë në Zvicër, aty nuk ishë, si më thanë, tanë super. Aty lypesh mu quna atje me punu, edhe, mëse ne, a kupten, nuk i ke familje. Ndoshta nuk është e njëjta e vërtetë që thua, është malli, është koha më e lirë, është do gjë tjetër ndoshta këtu se sa në vendet si është Zvicra. Nëse... Veç unë menej, kush ka efor, kush ka interes, është gja e mirë. është gja shumë e mirë, ku me dal jashtë me studiu. Veç nuk ish, se me thanë, me dal jashtë, automatisht është tanë mirë. Gjithçka mirë, duhet sakrificë dhe punë. Është ruajtur tradita e Ulqinit në familjen tuaj edhe tek vëllezërit edhe tek motra e mirë? E flasin gjuhën shqipe njëjtë? E flasin gjuhën shqipe, pa, na këshom, si me thanë, na dim edhe gjuhën gjermane shumë mirë, jena ma shumë kohë në Zvicër, për këtë e flasin bila gjermanishtin paksa ma letë. Si një djali cili ka ndjekur rrugën e babait, cilat kanë qenë fjalët që babait ka thënë më shumë ty për të bërë një stomatolog i suksesshëm? Çfarë ka qenë gjithmonë ai mesazhi ti, fjalat ti?
si më thanë, baba kur kam qenë studime, edhe kur e kam kry studime, sa kam kry studime, ka hynë pensje. Kur nuk më ka thanë gjatë studime, edhe masën ka thanë, bane atë si fsen, kur kam pas një pytje, e kam vetë, kështu, veç ma shumë e ka vu në rëndësi se për para e ka vu në rëndësi me kry gjimnazien, me pas mundësi me studiu, edhe masënej edhe me studiu, me hy në stomatologjin. Atë e ka pas, si më thanë, rëndësien se ishtë stomatologjia edhe një punë, se e fsen, e mund është masënej mi punu. Momenti më i zorshëm deri tani në punën e stomatologët për ty, cila ka qenë? Do një moment, më përmende që mund të vinë persona që kanë pasur një aksident. Ka momente të vështira, Amir, kur vinë persona ndoshta të lënduar, të vrarë nga aksidentet. Për ty, e kujton do një moment vështirë kështu? Si më thanë, Bela, vështirë është mas studimet kur filet me punu. Atë janë gjana pak vështirë. Gjithka e re? Taman, gja e re e kështu. Si më thanë, Bela, me fëmi dvogël, atë ke pak ma zorë. Advantashi jem, advantashi jem ka qenë kur kam hynë specializim në spital se kam pas shumë eksperiencë. Unë afërsisht 10 vjetë kam punu. Pa aty masën e fësohesh me ata aksidenta gjana, që shef, pa, si më thanë, unë tesh nuk më bjen men a ka pas diçka shumë zorë. I ka pas disa aksidenta, veç ata disa se i ke... Momenti më i bukur për të knajsia më e madhe që men nga kjo punë, cila është? Gjëja më e bukur që merr prej punës tënde, çdo ditë. Aha, atë çdo ditë, pa, si me ju thanë, që më ka fësu baba, më ka fësu edhe me xam peshk. Okej. Kena shku bashkë ke Molja, ose në Zvicër, me djerë kështu një dhamë, bila një kështu teqi, se kur ishi komplikume, kur e djerë me ata rajat, shtremtumuna, aja është ka njëherë se, e kam zanë peshkën. E kam zanë peshkën, shumë e bukur. E kja është këtë se një ka njëherë për ditë, se suksesin ka mujtë mi hekë. Kja janë sukës gjanët vogla. Ditët e pushimit kalojnë shpejt, edhe tani besoj se pak mërzitesh ndoshta kur ikën nga Ulqini, apo jo? Por ku mund të gjejnë ato që janë në Zvicër, qofshin nga Ulqini, shqiptarë të tjerë edhe të tjerë, tani e mirë, ku je i fokusuar në punë? Në Lucen, atë në gjinë, po. Unë punaj tesh në 3 vena, e shkej si specialist në ordinacje me punu. Janë 3 ordinacje se marrin si specialist, mi shkrujnë pacienta. Një është në Lucen, në qytet, një është pak sa afër qytetit, e një vend tjetër është pak ma lërkë. Është e lodhshme kjo lëvizja, le themi, sa në një vend, sa në tjetrin? Po, ja, sa për tesh, ja. Sa për tesh ishë interesant, më pëlqen, mund me fitu edhe ma shumë eksperiencë, masën e me vakt, me familje, masën e gjinë të venin, kodan me nej, kodan me qilë ordinacjen ose praksën e vetë. Unë të dëshiroj me gjithë zemër që të arrish gjitha gjërat që ke dëshirë. Është kënaqësi që sot flasim me një djalë nga Ulqini i cili ka arritur kaq suksese në Zvicër, sepse nuk është e lehtë. Duhet punosh shumë dhe të mësosh shumë. Faleminderit shumë, po kështu është, këtë kam zgjedh, veç po, mu më pëlqen edhe mikpritja këto në Ulqin, edhe kjo, kja më nep, si më thangë, i forcat, edhe më kanap forcat për më shku më gjatë. Faleminderit se edhe juve, ju dëshirej një ditë e bukur. Faleminderit, tek ne je gjithmonë i mirë pritur, sepse është kënaqësi kur flasim për sukseset të tilla. E din ndonjëherë ne nga shpejtësia ndoshta dhe sezoni turistik harrojmë
harrojmë të shohim më shumë se cilat janë arritjet edhe sukseset e njerëzve, kështu që përmes këtyre intervistave i ofrojmë pak më shumë. Faleminderit Emir. Faleminderit juve. Kënaqësi. Ishin së bashku me Emir Pekun, le të themi një histori suksesi, siç e thash në fillim, i një shqiptari në Zvicër, lindur dhe rritur atje, por tashmë një specialist i kirurgjisë orale. Ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen tuaj, ne do takohemi javën e ardhshme. Mirupafshim.